Fshati Pojan në Bashkinë Maliq u mbush me ngjyra dhe aromë lulesh gjatë festës së trëndafilave, një aktivitet tradicional që promovon kulturën dhe bukuritë e zonës. Banorë dhe vizitorë të shumtë morën pjesë në festë, ku krahas ekspozimit të trëndafilave, u organizua dhe një panair me gatime tradicionale dhe produkte artizanale. Kemë përgatitur ushqimet, kek, puding, petulla e të tjera. Vim një dikush trëndafil lloje të ndryshme. Ishin të gjithë shtëpitë trëndafila? Po thoj se të gjithë. Ka qenë si traditë në Pojan të mbilleshin? Traditë mbillen. Ka nuse që e mbaj. Kjo festë që bëhet është si traditë në fshat është gjithmonë një festë shumë e bukur. Përfaqësues të pushtetit vendor vlerësuan rëndësinë e kësaj feste në ruajtjen dhe promovimin e traditave lokale. Në çdo njësi administrative ne kemi festat tona lokale, e Pojani ka një festë të veçantë, të themi, festa e trëndafilave, për cilat shquhen të gjitha familjet, veçarisht gratë, zonjat e Pojanit, të cilat në shtëpitë e tyre, në borret e tyre që kanë fantastike, nuk mund të gjesh pa trëndafila. Kjo është bërë shkak që gjithë komuniteti i fshatit, drejtësia, po jo vetëm, kanë kërkuar që kjo të bëhet një traditë e përvitshme. Sipas organizatorëve, aktiviteti synon të përcjell traditën e kultivimit të trëndafilave te brezat e rinj. Festa e trëndafilave është kthyer tani më në një traditë për fshatin e Pojanit, i cili me gjithë këto restaurime është kthyer në një qytet shumë të bukur. Edhe ne jemi shumë të lumtur që Qendra e Kulturës Dimitror Gocka është një suport i shkollës së mesme Bardhyl Pojani në këtë aktivitet. Gjatë festës u shpall dhe fituesi i konkursit rinor për promovimin e destinacioneve turistike të zonës, ku çmimi i parë ju dha Noa Larakut. Aktiviteti u mbyll me këngë, valle dhe interpretime artistike nga Qendra Kulturore Dimitror Gocka dhe nxënësit e shkollës së mesme Bardhyl Pojani.